Kreativiteti, talenti dhe mesazhet e fuqishme sociale ishin aktivitetet organizuar në shkollën fillore Abdyl Frashëri në Haraqin. Në përfundim të vitit shkollor, nxënësit prezantuan projekte të përgatitura me shumë përkushtim, duke trajtuar tema me rëndësi për shoqërinë. Ata sollën kundvështrimet e tyre mbi çështje nga fusha e biologjisë, inteligjencës artificiale, të drejtat e fëmijëve, barazia, përfshirja sociale dhe sfidat e personave me aftësi të kufizuar. Çfarë është oftalmologjia? Oftalmologjia është fusha e mjekësisë që studion syt, shikimin dhe sëmundjet e syve. Syt janë shumë të rëndësishëm për ne, sepse ata na ndihmojnë të shohim dhe të mësojmë çdo ditë. Ka shumë persona që kanë probleme me shikimin dhe kërkojnë ndihmë. E për ato, unë dua të ndihmoj ata që të shikojnë më mirë dhe më pastë. Dhe ja do t'u paraqes pika kryesore të kësaj teme. Pika kryesore e parë është: çfarë bën një oftalmologe? Një oftalmologe kontrollon syt, jep syze dhe bën trajtime të syve. Pika e dytë është: pse e dua këtë profesion? Këtë profesion unë e dua sepse më pëlqen mjekësia dhe sepse dua të ndihmoj njerëzit të shohin më mirë dhe të kujdesen për shëndetin e syve të tyre. Mendoj se është një profesion i rëndësishëm, sepse syt na ndihmojnë të shohim botën korrekt nesh. Kur të rritem, do të doja të ndihmoja fëmijët dhe të rriturit që kanë probleme me shikimin. Pika e tretë është: çfarë duhet të bëj për të arritur këtë ëndër? Për të arritur ëndrrën time, që të bëhem oftalmologe, duhet të mësoj kujdes në shkollë. Duhet të jem e përkushtuar, punëtore dhe të mos dorëzohem kur has vështirësi. Gjithashtu, duhet të vazhdoj studimet pas shkollës dhe të mësoj shumë për shëndetin e syve. Me përpjekje dhe durim, një ditë mund ta realizoj ëndrrën time. Pika e katërt është: si që unë duhet të kem durim, kujdes dhe mirësinë e të gjithë tjerëve. Syt janë shumë të rëndësishëm për ne, sepse na ndihmojnë të shohim botën korrekt. Me anë të syve mund të lexojmë, të shkruajmë, të mësojmë, të luajmë dhe të dallojmë njerëzit të udhëhequr. Ata na ndihmojnë të lëvizim në mënyrë të sigurt dhe të shijojmë bukurinë e natyrës. Prandaj duhet të kujdesemi gjithmonë për shëndetin e syve tanë. Përshëndetje, unë jam Shajpja Shafi. Kam bërë një video për të treguar se nuk jam sigurt. Edhe unë luaj, nëse dhe kam dëshirë të kem shumë. Karroca ime nuk më pengon të kem shumë ëndra. Ju ftoj ta shihni videon. Deri në vitin 1990, ishte një nga figurat më të rëndësishme të lëvizjes socialiste dhe martësimeve në Europë. Ajo njihej si të opcione politike, aktiviste, revolucionare dhe një nga garantitë prej Partijës Socialiste Demokratike Gjermane. Hitën e Samuel të polemist ata
Unë jam Amela Beqiri. Tema ime është për bimët lënda shkenca natyrore. Bimët janë gjallësa shumë e rëndësishme për jetën në tokë. Ato gjenden në pije, fusha, kopshte, male dhe pranë ujit. Për të rritur dhe zhvilluar, ato kanë nevojë për ujë, dritën e diellit, ajër dhe tokën me lëndë ushqyese. Pjesët e bimës. Rënja e mban bimën në tokë dhe thirr ujin e mineralit. Kërceli transporton ujin dhe ushqimin e të gjitha pjesët e bimëve. Gjepët dhe lulet. Gjepët e përgatisin ushqimin me anë të fotosintezës. Lulet shërbejnë për shumimin e bimëve. Frutat dhe farat. Frutat dhe farat mbrojnë dhe ndihmojnë në krijimin e bimëve të reja. Si ushqejnë bimët? Bimët e përgatisin ushqimin vetëm me anë të fotosintezës. Gjatë këtij procesi ato përdoren dritën e diellit, ujin dhe dioksid e karbonit nga ajri dhe ta provojnë ushqimin dhe lëshojnë oksigjen. Llojet e bimëve. Llojet e bimëve janë pema, shkure, barishte, bimë zbukuruese, bimë mjekësore. Rëndësia e bimëve. Bimët na japin oksigjen për të marrë frikë. Ushqim si fruta, perina dhe drillëra, si dhe duru, ilaçe dhe materiale të ndryshme. Ato zbukurojnë mjedisin dhe janë shtëpi për shumë kafshë. Përfundimi. Pa bimë jeta në tokë do të ishte shumë e vështirë. Prandaj duhet të mbrojmë të ndjellim më shumë pemë dhe të kujdesemi për natyrën dhe mjedis. Enciklopedia është një libër ose përmbledhje e librash që përmban njohuri të përgjithshme dhe të detajuara për shumë fusha të ndryshme të dijes njerëzore. Ajo shërben si burim informacioni për nxënës, studentë, mësues dhe për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë rreth botës që na rrethon. Në një enciklopedi mund të gjeni informacione për shkencën, historinë, gjeografinë, artin, kulturën, sportin, natyrën dhe për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë. Dhe shumë tema tjera. Enciklopeditë janë krijuar me qëllim që të ofrojnë informacion të saktë, të qartë dhe të besueshëm. Ato zakonisht janë të organizuar sipas rregullat alfabetik në mënyrë që lexuesi të gjejë lehtë temën që kërkon. Çdo enciklopedi është i shkruar në mënyrë informative dhe objektive, pa mundime personale dhe të mbar fakte të verifikuara. Historia e enciklopedive është shumë e vjetër, që në kohët e lashta njerëzit kanë të çuar të mbledheshin njohuritë e tyre
Punimet e nxënësve u vlerësuan nga arsimtarët e shkollave të ndryshme, ku përzgjodhen 3 projekte më të mira, të cilat u shpërblyen me vendin e parë, të dytë dhe të tretë. Kefseri Isufi, kryetare e Këshillit, u shpreh kënaqur me angazhimin e nxënësve, duke theksuar se ata treguan për kushtim të jashtëzakonshëm gjatë përgatitjes së këtyre projekteve. Ideja ka lindur pasi që ne vazhdimisht me Këshillin e shkollës, të cilët i përshëndes dhe i falenderoj anshmase, kërkojmë metoda të reja se si t'i avancojmë nxënësit për të vetë shprehur ato. Dhe kështu nga lindi ideja për orën e nxënësit, e cila për 3 muaj tregoi një rezultat shumë të lartë. Nxënësit shpjegojnë dhe mësuesit dëgjojnë. Ata që kanë përgatitur nxënësit në mënyrë individuale i paraqesin projektet para bashkëpunëtorëve. Temat janë të larmishme, duke filluar nga ato edukative, shoqërore, astronomike, nga fusha e biologjisë, gjithashtu edhe sportit, dhe për të gjitha temave kemi zgjedhur dhe nxënësit, të cilët kujdestarët e vetë kanë zgjedhur nga vendi i parë deri te vendi i tretë, dhe ne sot me shumë kënaqësi do t'i ndëgjojmë ato për ta zgjedhur fituesin. Sa pjesëmarrës ka pasur? Sa klasa? Pra shkollës Abdul Frashëri për momentin janë 3 paralele të klasave të 5-ta, dhe nga secila klasë, domethënë nxënësit janë prej 26 deri në 30 nxënës, ku ka marrë një lehondja zakonisht të madhe. Kemi klasë e 5-1 me 28 projekte të përgatitura nga ana e nxënësve, në mesën e të cilave kemi diverzitet. Pa më parasysh se çfarë suksesi tregojnë nxënësit e kanë pasur në notime, ato kanë treguar shumë rezultate të mira në projektimin e detyrave të tyre, të cilat kanë zgjedhur t'i prezantojnë para nesh dhe para edukatorëve të tyre. Sa ishin të interesuar nxënësit për këtë projekt? Nxënësit kanë qenë shumë të interesuar pasi që unë së bashku me psikologin e shkollës kemi shkuar klasë me klasë dhe kemi prezentuar projektin. Dhe njëherë nuk e kuptuan mirë, por e kuptuan shumë mirë kur thamë kështu. Mësuesja do të ndëgjojë dhe ju do të shpjegoni. Dhe unë prani shpjegoni talentin. Këto projekte, të cilët do t'i ndjekni edhe ju, duke filluar nga eklipsi të Mosuçe, inteligjencë artificiale dhe ariun polar, të drejtat e fëmijëve, fiziki. Gjithashtu kemi edhe fëmijë aftësi të kufizuara, i cili do shpjegojë jetën e vet. Dhe ku ka më mirë Rozali, domethënë Roza Luksemburg, më falni. Shumë detyra me kushtim dhe me një sjellshmëri të hatashme nga pozitët e prezantuara. Pasi që kjo është hera e parë që ne filluam dhe startuam me këtë projekt, si unë si kryetare Këshillit së bashku me administratën, si me administratën e shkollës, ashtu dhe me stafin pedagogjik. Mirë po, pasi që e di moshat më të tankuara për vetë prezentim, për vetë vlerësim të personalitetit të tyre janë nxënësit e klasave të 5-ta dhe të klasave të 7-ta. Unë për atë është për vetë projekt. Në vitet në vijim, në prej vitit shkollor 2006-2007 do të fillojë dhe me klasat e 7-ta. Arsimtarët e kësaj shkolle theksuan se aktiviteti kishte për qëllim nxitjen e mendimit kritik, shprehjen e ideve dhe zhvillimin e talenteve të nxënësve përmes temave me rëndësi shoqërore.